Ujvarat e Mirushës, të cilat gjenden në fshatin Llapçevë të komunës së Malishevës, vazhdojnë të tërheqin shumë vizitorë këto ditë, por mungojnë kushtet elementare për qëndrim. Rrugicat janë të mbuluara me pluhur, ndërsa kalimet me terrasa paraqesin rrezik, sidomos për fëmijët. Në këtë zonë krijohen gjithsej 12 ujvara dhe 16 liçene, të cilat përbëjnë një fenomen të rrallë morfo-hidrologjik. Nga qendra e Prishtinës rreth 60 kilometra larg ndodhen këto ujvara, mrekullia e të cilave e lë pa fjalë çdo vizitor. Ata që i vizitojnë për herë të parë ujvarat e Mirushës, ma gjepsen që në momentet e para, sidomos kur përballen me rrjedhën e fundit të lumit Mirusha, ku formohet liçeni i 16, më i vizituari nga të gjithë. Ky liçen ka një thellësi mbi 5 metra dhe një sipërfaqe rreth 2250 metra shkatror. Në këtë zonë gjenden edhe 2 lokale modeste, të cilat kryesisht shërbejnë pije dhe ofrojnë hapësira për vizitorët që të ulen dhe të shijojnë pamjen piktoreske. Megjithatë, bukuria nuk ndalet këtu. Ata që dëshirojnë ta shohin të gjithë potencialin e ujvarave duhet të ndjekin shtigjet që të çojnë drejt ujvarave dhe liçeneve të tjera. Në njërin nga ujvarat mund të arrihet lehtësisht edhe nga persona me aftësi fillestare në ecje dhe ngjitje. Një veçori interesante është se nga kjo ujvar, personat e guximshëm që kërkojnë adrenalin shpesh kërcejnë në rrjedhën e fundit. Ecja në përshtigje që ngjasojnë me ato të pyjeve dhe ngjitja mbi gur u mundson vizitorëve të eksplorojnë shumicën e liçeneve dhe ujvarave që formohen në këtë vend përrallor.